Sot, Tirana është qytet i vetmi kryeqytet në botë pa theatër kombëtar. Në një kohë kur kishte një theatër 100 vjeçar. Sot Tirana është një qytet që ka një galeri arte të shtruar në magazin, ku piktorët nuk mund të ekspozojnë veprat e tyre. Sot, fëmijët nuk ka një theatër, si që kishin gjerdje, dekada e dekada. Sot, libri tatohet në mënyrën më të pamëshirë. Muzeu mbyllet në thojza për rikonstruksion për qëllimin e vetëm për të vjedh 10-12 milion euro dhe për të ndërtuar një kull duket aty në bordën e tij.